SBA ka shpallur non grata vetëm pak ditë më parë, 2 ose 3 ditë më parë, 5 zyrtarë europian. Tamam nuk janë zyrtarë, po janë në ato nivele. Mungon një në fund Ledio, dhe unë e di që tani nuk e ndryshon dot. Europian në, jo evropian. Tipi që bën ato, tipi që bën ka gabim, është evropian në, me në fund, se janë shumës. Evropian është kur është njëjës, një evropian, 2 evropian në. Tipi që bën titujt Ledio, duhet thirrur në mbledhje urgjent të ënën, vëlla, se në ka gjetë belaja plak. Unë jam manjak të gjua dhe ja çoj shumë të sakta, ai gjithmonë më gabime, nuk kopjon, nuk e mena se kopjoj këtë timen, e kupton? Është një torturë. Është mund të jetë djalë shumë i mirë, unë se njoh, po nuk e di më ka gjetë belaja vëlla. Shiko, po një kontrolli ashtu si ke çu. Je i sigurt jo? Hape herë tani. Hapu tani direkt vëlla. Urdhë. Po ke drejt. Shkabimi im është pa. Si qesh nuk knaqet. Auto ekzekutiv. Është auto ekzekutimi pa pak. Unë që s'bëj kur gabime, pyeta, nga shpejtësia, shikon. Bravo, Ledio ma fute, osa më pëlqeu, pyeta. Vazhdojmë. Shikon tani Perla. Po ishte tha im, po. Ai ta shikon të këtë gabim, ta korrigjonte. Arjan, ti kërkon shumë, vlla, mos exagjero. Ti kërkon shumë. Ishte gabimi. Pse? Do ta kishe korrigju unë. E pra, se ti jam i mirë se unë. Dgjoj. Pastrojmë gjurmët e njëri tjetrit. Bravo. Gjithmonë atë punë do bëjmë. Do hakerojmë, pastrojmë gjëra. SBA shpall non grata 5 zyrtarë europian në. Përse është pyetja? Është europian apo evropian? Europian. Europian me europian. Se jo evropian. Unë Evropi them kur e them Evropi. Evropi me zina pret. Standardi gjusor duhet jetë. Evropian apo europian? Mua pëlqen me vë në fakt më shumë. Se fjala e vjetër është Evropi, fjala që ka shpikur grekët Evropi, e ke parasysh. Po edhe europian nuk është keq apo? Euro. Se i përdorim të dyja, prandaj. Për shembull mund të ishte euro. Pse euro dhe jo evro? Si rregull, si standard unë e përdor gjithmonë evropian. Me v, po. Se ti je besnik i greqisht tamam, po ashtu është fiks. E kanë një legjitimitet si shtetim evropian nga ata rrjedh. Po pra. Tani, pas tja fjana Sebastiani dhe Marsidit, unë dua që të lexoj diçka. A është akti një hyrje për ta kuptuar këtë që do flasim tani? A është akti për shërbimet digjitale i njohur si DSA, një mburoj kundër dezinformimit, apo ka litroi si Brukselit për të vendosur kontroll mbi fjalën e lirë në Europë? Miratuar në vitin 2024 para fitores të Trump nga Thierry Breton, një francez me mbështetje nga Universiteti Stanford, Këshilli Atlantik, Roja e lajmeve dhe qendra dhe Newsguard, kështu është, Roja e lajmeve, dhe qendra Bellingcat. Ky ligj i jep Komisionit Evropian pushtet të paprecedent për të urdhëruar platformat si X dhe Meta të fshin përmbajtje dhe të vendosin gjoba miliardçe. Ndërsa mbrojtësit thonë se DSA mbron qytetarët nga manipulimi, kritikët e quajnë atë një anë politike për të heshtur opozitën dhe për të ruajtur pushtetin në Bruksel, Paris dhe Berlin. Së fundmi, Departamenti i Shtetit i SBA-ve hoqi vizat për 5 figura të lidhura me këtë rrjet censurimi. Thierry Breton i Komisionit Evropian, Imran Ahmed nga qendra për kundërshtimin e urrëties digjitale, Claire Melford nga Indeksi Global i Dezinformimit, si dhe Anna Lena von Hodenberg dhe Josephine Ballon nga ndihma kundër gjuhës së urrëties. Të merre kur dëgjon gjitha këto. Këta s'do të ekzistonin fare këto gjëra. Këto janë sa të merre, e kupton? Janë vetëm para që paguajnë këta, për një masturbim të paparash, vetëm masturbim i gjithë, apo mbrohemi vërtet nga lajmet e rreme, apo po hymë në një epokë të re të kontrollit burokratik, kur liria e fjalës mbetet pengi e elitave të pushtetit, ata antipopullor, poshtë 20% në çdo sondazh. Kjo ishte hyrja. Sebastian, po filloj me ty. Çfarë janë këta 5 që... Ka një betejë tashmë mes BE-s dhe... Më falë të themi dhe një detaj tjetër, s'do të harrojmë, që kjo mas vjen sidomos pas gjobës që i vuri Brukseli Elon Muskut $120 milion, pra X-it të Elon Muskut. Jepi Sebastian. Ka një lloj censurimi. Po ti ikim barrierat ose ka një betejë mes SBA-s dhe BE-s.
po të flasim për censurën, unë mendoj se Brukseli ka të drejtë që me anë të këtij akti, me anë të këtij ligji që e kaloi Parlamenti në formë unanime, Parlamenti Evropian, i zgjedhur demokratikisht nga të gjithë qytetarët evropian që kanë çuar përfaqësuesit e tyre atje, kërkon të rregullojë mënyrën se si përdoren rrjetet sociale në Bashkimin Evropian. Instrumenti i fuqisë amerikane sot është Big Tech-u, pra Silicon Valley. Një nga aspektet e fuqisë amerikane është dhe Big Tech-u. Dikur kishim Hollywoodin, që na ndikonte vish gjinse filma me kaubojsa, me Arnoldin apo me Van Dammin, sot është Big Tech-u. Sipas administratës Trump, Silicon Valley do thosh. po, sipas administratës së re Trump, Peter Thiel, një nga njerëzit më të fuqishëm sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një eminencë gri, se ne sot merremi shumë me Sorosin, po Peter Thiel është me të vërtetë Peter kush? Peter Thiel e ka, Thiel. po, Peter Thiel është me të vërtetë eminencë gri. Është shumë i fuqishëm, ky quhet venture capitalist dhe Po edhe në Shqip të që po thua anglisht, të? Se aqë të ne thua... nuk i kemi sepse Okej. Po mundohu t'i afrosh. venture capitalist është një person i cili investon në teknologji, po nuk investon tek Ergy Sagasi dhe Ermal Beqiraj, po investon te startupe, Qartë. të cilat zhvillohen dhe bëjnë aplikacione shumë të rëndësishme. Për shembull, Palmer Lucky ka hapur Andurilin. Andurili është një kompani më të mira sot, është akoma private equity. Në Amerikë po flet gjithmonë. Prandaj po them pra, këto janë terma të financave, të cilat në Amerikë të gjithë i kuptojnë. Ne këtu nga që nuk kemi bursë, Okej. apo nuk kemi treg kapitalesh. Vetëm mundohem mos më largohesh shumë, bësh parantezat gjata se njerëzit nuk do ndjekin dot, po flasim pse kjo luftë midis Brukselit dhe Atëherë, ashtu. Brukseli po thot një gjë shumë thjesht. Kur vjen në shtëpinë time, zbaton rregullat e mia. Amerikanët, Që do thotë gjithë platformat amerikane, si X-i, Po. Meta, po, kush janë, çfarë janë të tjera më, sepse të gjitha amerikane janë platforma. Amerikanë janë, hiq TikTokun që është kineze. Po. Amerikanët për shembull morën në pronësi TikTokun. Argumenti që përdorën është të dhënat tona nuk duhet shkojnë në Kinë. Kur de facto, po të lexosh ke një Texas Project për gjithë ato që janë të interesuar, nuk shkonin të dhënat në Kinë. Pra u përdor si alibi që TikTokun ta merrnin vetë, ta kishin ata në pronësi. Pra amerikanët, si hegemon i rëndësishëm ndërkombëtar, Si të fuqishëm, si të fuqishëm, të gjitha të dhënat i kanë vetë, gjithë politikën e bëjnë vetë, të gjithë mënyrën e strukturojnë vetë. Evropa, që ka edhe ajo fuqinë e saj, është tregu më i madh i luksit sot në të gjithë botën, thot zotërinj të nderuar, kur vini në Evropë, tani ne nuk duam që të vinë tipa si G.D. Vance dhe të thonë ti fole mirë, ti fole keq. Nuk jemi nxënës klase në këtë aspekt. Erdhi zëvendës presidenti amerikan dhe i thoshte unë kam më qef këtë partin këtu se këtë partin atje. Logjika është kur vjen në Gjermani apo kur vjen në Francë, do sillesh sipas ashtu siç është për tu sjell. Dhe evropianët këtë janë duke i treguar, ndalu beg se ka hendek. Jemi miq, jemi shok, merremi jo, miq dhe shok si jemi fare. Miq dhe shok jemi se jemi brenda një suaze dhe jemi brenda një pakti të shumë të rëndësishëm së bashku. Por çështja është nuk ke pse të vish ti në shtëpinë time dhe tani vjen Elon Musk. Po t'rregoj një rast shumë thjesht. Jo, pritën, se dua ta bëjmë debatin, pastaj. Okej. Kur e bleu Një sekond, Marsi, ti je dakord me këtë të... Jo, unë nuk e shikoj kështu, sepse mua më pëlqen ta shikoj në terma të real politikës. Dhe në kuptimin e funksionit. Kujt i shërben? Pra Sebastiani më shumë bazohet tek pjesa e të drejtës. Që ti ke drejtat e tua, kam dhe u drejtat e mia, ato Sebastiani. Do t'i respektojmë. Dhe qëndron logjikën, nuk se qëndron, punë arsie edhe poshtë ti. Sebastiani Ose me çfarë rezon ti? Nga mënyra se shoh unë, merret me legjitimimin e parimit ligjor në lidhje me kontekstin e territorit. Pra çdo logos ka një topos dhe do thotë që në brenda territorit të Bashkimit Evropian, ligjet që ne miratojmë i vendosin vetë si është më e mira për shumatorën e popullsisë tonë. Po pak a shumë kjo është, po sigurisht kjo është, po. Kjo është, por unë dua të them që kjo është një iniciativë e ardhur, nga importuar nga Amerika, që në vitin 2014-2016 kur filloi ideja e Brexitit edhe rrezikut rus, pak a shumë. Po problemi është unë jam funksionalist, nuk jam esencialist si Sebastiani. Pra unë mendoj që çdo gjë është në funksion të diçkaje dhe i shërben një platforme politike, i shërben një rendi politik ose i shërben një elite politike të caktuar. Cili është problemi që ka sot elita europiane? Elita sot europiane nuk ka legjitimitet. Ka një vot besim deri diku te 20-25%. Dhe këtu e kanë fjalën për Macronin, e kanë fjalën për Mercin, e kanë fjalën për von der Leyen e tjerë. Dhe çfarë synon ky akt? Ky akt synon që partitë e djatha ose po e quajmë kështu, jo të djatha centriste, por të ekstremit djathtë,
siç është rasti Marine Le Pen, siç është rasti Voxit në Spanjë, ose siç është rasti AFD-s në Gjermani, dhe mundohen që këtë propagandë të tyre ta censurojnë për të mbajtur legitimitetin e këtyre që janë europian, majtist, centrist, të cilët janë sot në pushtet. Kushtësi. Funksioni. I aktit sigurisë digjitale, pra, duke censuruar këtë dhe propaganda, e cila i rrezikon pushtetin. Ja, pa, lërë të shpërgoj, Sebastian, një sekund. Po të shpjegoj. Legjitimojnë nëpërmjet idesë që unë e vendos vetë mënyrën e informacionit edhe vendos vetë atë që e perceptoj si rrezik. Ndërkohë që kjo po e them është një akt i inkorporuar, është filluar atje dhe është pikërisht synimi real ose funksioni real është ky, që të legjitimohet elita politike e cila është aktualisht në pushtet dhe në mënyrë që të izolohen forcat e reja të gjata të cilët kjo që thua është shumë evazive. Evazive është gjithçka tjetër. Si e bëjnë përgjigje o Marsit? Si e bëjnë pra nëpërmjet censurimit dhe ja, rasti në fjalë është rasti i Gjobës ndaj Elon Muskut, i cili është pro një politike të djathtë. Të jap një rast dhe më thuaj se si zgjidhet. Të jap një rast shumë thjesht. Në Gjermani, për pandemi... Cili është funksioni, më falë? Po një sekundë, po t'jap një rast, që kanë shkuar në këtë pikë... Po pse rëzon funksionin, kaq. Po pra, tani, fake news-i, disinformation, dhe gjitha këto tani janë kthyer në problem. Sipas teje, këto bëhen si instrumenta për të parandaluar që të fitoj AFD-ja, të fitoj Le Penit, të fitoj këtë, fitoj ai. Deri dje, këto u rritën në për sondazhe, në për vendet e tyre, edhe duke përdorur Facebookun dhe Twitterin. Njëkohësisht u rritën dhe gjobat. Rasti mas. Një sekundë. Po t'jap një rast shumë thjesht. Dakor. Ky merret si kazus, në Gjermani merret shpeshherë. Në një qytet të Gjermanisë kishte një krematorium, i cili statistikisht diqte 4 trupa në muaj. Erdhi pandemia dhe media të ndryshme me për clickbait që të klikojë sa më shumë dhe duke përhapur fake news për të përhapur tmerr ndër qytetarët, kishte më shumë vdekje se norma normale. Dhe një makinë po transportonte tek qyteti tjetër, tek krematoriumi i qytetit tjetër, se dikush nuk donte ta varroste ose ishte i pastrej diçka tjetër, po transportonte tek qyteti tjetër një trup, një kadavër, një fatkeq që kishte humbur jetën, që do shkonte tek vendi tjetër. Tani u mor ky lajmi dhe u spinua që njerëzit vdesin rrugëve në Gjermani, siç doli lajmi i Italisë. Si zgjidhet kjo lloj problematike që qytetarët mos shkojnë në panik total? Ma trego pak mënyrën se si zgjidhet kjo lloj gjëje. Unë ta thash funksionin tim në kuadër të qëllimit politik. Normalisht, ka probleme, çdo lloj fenomeni, çdo lloj funksionalizmi politik. Çështje reale. Ja një sekondë e përgjigjen Sebastian, ti e morën mirë shumë. Funksionalizmi politik ka edhe epifenomene që janë zgjatime, pra ku ndërmerren raste të tjera, të cilat nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me funksionin final, pra me atë që unë thash, dhe përshkruen si ide ose si modele të cilat e zbejnë idenë primare ose atë që është realisht fenomeni. Unë po them, ti mendon që kjo nuk e dëmton, elitën aktuale, pyetja ime ishte kjo, ka që thjesht, kjo lloj censure. Një sekondë, Sebastian, lutem do ta jap. Sebastian, bësh monolog. Ma lër mua ta ndaj kohën, burr. Unë po të bëj një pyetje shumë thjesht. Në fund, çfarë linje politike mbështet akti i sigurisë digjitale ose cilin linjë politike suporton? Asnjë. Po? Edhe gjoba ndaj Elon Muskut, për shkak të përkatësisë të tij dhe mbështetjes që i bëri politikës së tretë precedentit Trump. S'është e vërtetë. S'është e vërtetë kjo. Dakor, është një linjë faktesh, qofse ti do të shikosh ato që ti do të shikosh. Në çfarë viti ka nisur hetimi për Elon Muskun? Urdhë? Në çfarë viti ka nisur? Po më atë ta pun tash të qartë fare. Po. Pse ka nisur hetimi? Po e ke në lajmërim. Tani kjo dia, kjo kuptoj që është politike ose Sebastian. Po pse është politike? Ku ka listë Hakim Ismaili kur bën debat? Jo, një sekond. Pse është politike? Vemi me detaje ansora. Sepse a është po të heqim kozmetikën kjo, është kjo përplasjes. Po nuk është. Dhe po them, në kuadrin e politikës, qëllimi është kush është më utilitare. Nuk po them, ne kemi fal. Nuk është. Në thuaj ligj që thotë kjo e djallta. Kemi gjë deri në fund. Kemi dy mjete po të kalojmë në anën e real politikës, dy metoda censurimi. Në varësi të elitave politike përkatëse dhe të filozofive politike përkatëse. Problemi është kush është më utilitare. Është më utilitare ajo lloj sigurie digjitale e cila na mbron ne nga djegja e karbonit, nga lëvizja e lirë e njerëzve në Europë, edhe ajo që suporton rreziku që vjen nga agjendat politike të djathtës ekstreme, apo ajo që legjitimon atë lloj elite politike, e cila nuk ka një votbesim më të madh se 20%. Kaq po ta reduksionosh me parim reduksionizmi. Pastaj po të marrim raste të izoluara. Siç është shembulli që më dhe ti, atëherë nuk mendoj se arrin drejt e vërtetë ose studimi final. Cili është ai prind, cili është ai prind i cili do donte që të jepte telefonin fëmijës dhe fëmia të shifte porno në rrjetet sociale. Dhe rastin e hetimit. Si, jo tani më jep pak përgjigje sepse kjo çështje. Po ka marrë çap intervistë. Ka ardhur flasësh me mua apo për mua? Po pra kjo është çështje filtrash.
Sa burë ke, atë plasë me mua, për mua, qatë perde. Po tash ky po më pyet mua tash. Ade Schopenhauer, ajde, sepse qatë po perde, merr përsipër që të mbrosh një ligj të kaluar nga Parlamenti Evropian dhe më thua që është bërë kundër Marine Le Penit. Është bërë kundër AFD-s. Tani po të pyet shumë thjesht, çfarë thot një gjë AFD-ja që e pengon ky ligj? Çfarë thot një gjë? Më thuaj një gjë që e thot, që e pengon ky ligj. Më the pak më përpara, se po lexoj këtu, në lidhje me disinformimin real. Se më sot një shembull, unë po them, disinformimi real zgjidhet me mjete si shënimet e komunitetit në të gjitha platformat. Ajo është e përdorur dhe nga X-i dhe nga Meta sot dhe ky mekanizëm lejon përdoruesit të vendosin poshtë postimeve dhe lajmeve informacione vërtet. Dhe ne kemi mundësinë të shohim lajmet dhe ta dyshojmë atë që ndodh. Pra nuk është kaq e thjesht ky dezinformimi siç e thënë. Ajo është open source. Urdhë? Ajo quhet open source. Ajo që shef tjetër. Sebastiani ka gjë, unë i tregoj rrugën kryesore ku gjithmonë hapi shtet. Jo, po të them çfarë quhet ajo që shef ti. Që ne në kohë reale korrigjojmë atë lajmin që del. Tani pyetja, tani un po të pyes shumë. Cilit rrezik i ruhesh ti, Sebastian? Un po të pyes. Cilit rrezik i ruhesh ti nga kjo? Cilit rrezik i ruhem unë? Po. Unë i ruhem atij lloj rreziku që kur fëmia jote të hapi telefonin mos shohë porno. Këtij rreziku i ruhem. Jam dakord. Prandaj ka filtra. Jam dakord. Tani pse ty të duket sikur kjo si ndikon në politikë? Tu janë mos e dakord te kjo, dhe ka programe dhe ka mjete që e prandalon. Dhe ka filtra që vendosen. Po pra ty pse të duket kjo që kjo përdoret kundër AFD-s në Gjermani? Çka ka thënë AFD-ja diçka që nuk e thosh ka dot në rrjetet sociale? Më thuaj një gjë që ka thënë. Gjej një rast, unë po të mora një rast nga Gjermania. Gjermaninë e ndjek. Do të marrin Francën. Nuk ka ekzistuar Shadow Bani për lajmet si ata tek i Sebastian, ka restriksione ndryshme për tani, jo vetëm për AFD-n si AFD. Nëse unë për shumë danë në mbështetje AFD-s, ti e di që ka, si quhet në Shqip, restriction. Ndalime. Dalesa. Kjo ka ndodhur, mos thuaj s'ka ndodhur në Europë. Po pra, po kur, ndodh gjërësisht. si, qysh dhe tek. Tani të jap shembull unë. Po i kjo për të futur shikoj atë, janë bërë analiza pa fund ka këto, dhe Europianë nuk e fshehin këtë gjë më. Që ne nuk do lejojmë gjithçka. Pyetja këtu i shtrohet ato, se pa u hyrë në detaje, është, kanë të drejtë, ti thua kanë drejtë Europianët. Por nuk kanë drejtë. Sigurisht që kanë të drejtë. Se Amerikanët sot... Por zotëri, a paguajnë taksa këto kompania amerikane, po? Jo. Në Europë nuk paguajnë fare? Paguajnë. Vjen keq. Si s'paguajnë taksa? Ka çon Irland pra për taksa. Çfarë taksash paguan? Ata do shfrytëzojnë legjislacionin që ka gjithandej, po ata nuk janë ilegal. Të dhënat ku i çojnë ato? Tani evropianët kanë të drejtë. Po si Irlanda nuk është pjesë e Bashkimit Evropian? Po pra, po çështja është si pse ka gjetur ai Irlandën pikërisht për ti. Po pse mos e gjep dhe se e lejon ligji? Po pra, atëherë dhe këto evropianët kanë të drejtë kur e lejon ligji të thotë, zotërinë të nderuar, këto të dhënat e 550 milion qytetarëve evropian janë të dhënat e qytetarëve evropian. Ti s'ke pse ti marrësh atje dhe ti përdorësh ti. Pse s'shkon në Kinë? Pse s'shkon në Kinë ky atje ti thotë? Sebi thotë të gjë, nëse një model thike i prodhuar në Amerikë, përdoret në Europë për një vrasje, le ndalojmë gjithë thikat. Kështu është edhe problemi. Jo vetëm ajo, po. Po pra, kështu i bie, dhe ti censurojmë. Nuk duhet të përdorim thika sepse thikat përdoren edhe për vrasje. Ndërkohë që un po të them, ka të bëjë me funksionin. Sendi, objekti, subjekti e merr rëndësinë e vet në varësi të atributit që përdoret. Ke kundërshtim në lidhje me legitimitetin, legitimitetin e sotëm të elitës politike në Europë, është i legjitime. Për shkak që votbesimi është shumë i ulët. Ky fakt qëndron apo jo? Për zotëri shkojnë zgjedhja. Qëndron apo jo? Jo, s'kemi përgjigje. Po si qëndron? Nuk qëndron, po këta apo nëse ne analizojmë çdo fakt ose dhënat e, nuk qëndron në debat. Pse s'qëndron ose? Ata me rorancë gjithë pushtet më. Shkojnë në zgjedhje më. Kur të vinë zgjedhjet, humb dhe vjen tjetri. Pse tani? Me që ky po i bie pëlqyeshmëria, bën diçka që e rrit pëlqyeshmërinë. A shkon në zgjedhje ky vendi? A bëhen zgjedhje? Po pra, kur të vi data e zgjedhjeve, voto tjetri. Mi pa rregull, tani më fal, është kaq e thjeshtë. Me që ti. Me që është kaq e thjeshtë. Po. Kjo luftë është fundit, kjo që po ndodh. Po pra, betejë politike. Po pra, kjo është qëllimi final, nuk është qëllimi se fëmijëve nga pornografia. Qëllimi final, qëllimi final, po nuk është kjo, prandaj edhe mos i kthej fenomenet. Dhe këtu Marsiti ka drejt për mua, se ti vetë tek këto gjërat jo mos dali porno, ri politikisht apo. Këta duan të anticipojnë, pra duan që të para vendosin fituesin. Pra është drejtë e tyre të promovojnë, po. Duan amerikanët. Po patjetër duhet të hapin frymën e tyre. Normal mund ta thash është politike është për plasë. Prandaj të thash, do e marrim, do e shohim si një përballje e dy fuqive. A mund ta shohim kështu? Po që kanë nisur të përballen ato. Mi pa rregull, tani un po them ne morëm shkas nga lajme më burrë, po bënon grata këta. Po pra. Nuk kanë ndodhur ndonjëherë vlla. Kohë që ore, kjo kur ka ndodhur se këta. Kjo nuk është se kanë një precedent të madh. Përbalja ka nisur që me Bushin. Jo, non gratat.
Nuk para ka pas non grata nga Amerika në Europë, vlla, për zyrtar Jo, europian. e vërtetë është. Kjo është, dhe këtu ishte, këtu të rënditën ish komisioner. Dhe del Macrona, A janë të njëjtët do Sebastian? Macroni ishte janë të njëjtët qetësosh. njerëz që hoqën Trumpi nga Twitteri në 2020-ën? Ka që thjesht është pyetja, meqense e do kështu me detaje. A bëhet fjalë për të njëjtët njerëz që kanë hequr Trumpin nga Twitter? dhe gjithë ideologjinë me magës o burtani, pa tjetër, Nuk tjetër. funksion e kanë. Fjalë pra sepse ti e bën politikë. Po, se jepi ka aftësi shumë mira retorike, mundohet ta kanalizojë aty ku do. Ore, ajo është interes, ajo është e drejtë e semit, po gjuna se na na ikë, drejtë dhe mua më shijon. ne ikë nga debati. Po pra, problemi është ne ikë nga funksioni themelor. Ishin një grup 5 vetash. Mark Zuckerberg, Elon Musk, disa investitorë tjerë të rëndësishëm në vendjeve sociale, të cilët shohin interesin e tyre. Tani, kjo që po më thua ti Marsides që këto gjithmonë tani, mi merr dikush në telefon dhe i thot, dëgjoj, bëj këtë hiq. Në kohën e Bidenit po, ishin censuruar ata. Është Ti e di këtë gjë, jo nuk është gjë tjetër. Ata shpëtuan kur erdhi Trumpi, apo. Dhe gjithçka ka ndryshuar pasi ka folur tek Joe Rogani, ka folur Mark Zuckerbergu. Ajo që po mundohem të them këtë lloj rasti është, po pse nuk e shef një herë që këto mundohen të maksimizojnë fitimet e veta? Po më le ta bëjnë, është e drejtë e tyre. Ta thash me real politikë. Po se, ore se, më fal, nuk është ilegjitime kjo, vlla. Po pra, Sigurisht më. unë po them, ore janë unë çfarë po i pyetja që them. ndodh. Kush është më utilitare? Pyetja Të që- dyja po janë agjenda për interesa të caktuara. Të dy agjenda janë, nuk është se njëri është nuk është se njëri është i mirë dhe është i keq, më, nuk është. Po, kush na sjell ne përfitim më të madh? Pyetja që ndodh në këtë lloj rasti është, do të qeverisesh nga ata që zgjedh me vot, apo do të qeverisesh nga këta të cilët kanë mediat sociale? Tani të bëjmë çfarë ja vën përgjigjen. Po. Që të shkojmë deri te vota, me sa duket, sa njerëz që janë më të mençur se ne, kanë bërë një studim dhe kanë parë që për të vajtë te kjo vot pro Sebit apo pro Marsidit, kalohet pikërisht në këto rrjete sociale, në këto platforma. Po. Unë as kush i kam në dorë të platforma. Ta po them, ky është funksion. Ne do bëjmë të thelbi. Këto platforma i kanë në dorë amerikanët. Po. Prit pra. Sot në administratën e Trumpit, normal, agjenda e tyre e cila është që këto platforma jo vetëm duhet ndikojnë që të fitojnë forcat afër Trumpit dhe në Europë, siç janë AFD-ja, Le Peni, ku diun se çfarë, Meloni është në Itali, po Orbanit mundësisht fitoj prapë Orbani atje, e kupton? Por mundësisht, jo vetëm që të fitojnë këta, por mundësisht të mos censurohen në Europë. Këtu Europa tani kanë nxjerr bëri një, pa ka bërë këtë që ti, votoj ligjin, Po. i vundë gjopën maskut, 140, bukur shumë. Tani amerikanët po reagojnë, i thonë zotrinj, mjaft se juve nuk keni drejt të censuroni një produkt toni, se ky është produkti jon, dhe mos censuroni njerëzit tuaj, të cilët kanë bindje tjera nga ato që doni ju. Sepse ti e di shumë mirë sot që në Gjermani po të bësh një status, apo jo, më një diq Marsit. Po. Pro AFD-s, vlla. Një i zakonshëm. Ti e di që në famë mënyre haca goditja apo jo? Nga sistemi. Pro-nazist. Si pro-nazist, jo më jo, për AFD-n. Pro-AFD-s. Pro AFD-s, po. Hapësh mediat sociale, mund të shkruash gjithë ditën sa të duhet. E ke gabim, o plak. E ke gabim. Ndërkohë, algoritmi bën që ti të mos shfaqesh gjithandej. Kanë në kontroll amerikan. Po jo pra se kanë futur duart evropianët me këtë ligjin që the ti. Po si mund të fusin duart evropianët? Kanë futur pra me sa duket. Një sekond. Po kanë futur me sa duket. Janë këto pra. Një sekond. Tani se ti marrë mua A më the vetë o Sebastian tani që ka kaluar një ligj o burr. Një sekond pra. Po jo mo ti vetë më the o burr. To dje ishin me Bidenin, Po ja, mi ike prapë. tani u bën me Trump. Viza i praktika futet në shtegje, nuk rrin. Lëviz, nuk ri këtu, se unë nuk e kam debatin me ty, e kam me principin. Në momentin më burr me Ati po thot Marsiti me sa kuptojnë është kjo, mo, vlla. Dgjoj, pse duhet që në Europë, vlla, të censurohen njerëzit që nuk mendojnë si elita politike që si sundon Po i sot. censuron askush. E ke gabim, orti, edhe në Shqipëri, dhe Shqipëri mo që është një katund i ndyrë, ti e di shumë mirë që të bëjnë shatoban, mo, Atë kjo që thot. në momentin që ti shpreh disa pikpamje që nuk janë brenda Sakt. Kjo që flet sferës, ti e di shumë mirë, kemi raste konkrete në Kjo që Shqipëri. thot Sebi, thot që qëndrimi, bie që edhe Gjidi Vance kur ka folur pak para disa kohësh kur erdhi në Europë, edhe kjo që thot Marko Rubio sot nuk qëndrojnë. I bie që ata flasin paradoks. Cili ka qenë secili Gjidi Vance kur erdhi? Po pra, për këtë pikërisht për këtë ishte. Foli. Për këto foli mëse, për këtë foli. Dhe ti Për luftën në gjirin partik foli. Tash vjen këtë Sebastian. Pra në Francë ka mungesë lirie fjale, në Gjermani ka mungesë lirie fjale, në Itali. Po nuk ka mungesë, mo jo, është më subtile se kaq, nuk është mungesë. Mos e thjesht zoj. Nuk është mungesë. Për të absurde tash. Domethënë, sa unë respektoj mendimin. Si mendon ti? Në Gjermani ka mungesë lirie fjale, si e shef ti Marsi? Ja do të them disa raste një sekond. konkrete të censurës. Po në Angli, mo, po në Angli. Çfarë ti them tani? Po në Angli, manis pa, manis pa ato të Anglisë, po që është brenda në Facebook, po të shkruash. Tash mos Po shikoat. Se ke mundjen no. Bëj muhabet. Mos shikoat që bën vetë. Po më nis sa gjëra. Mua sapo më Nis dhe mua. Solli një mik, është bisedë më burr.
Më ka sjellë disa raste konkrete të censurë. Rastin anglisht. Ka vetëm ChatGPT dhe Jo, mos tjera është ChatGPT, më. Nuk është ChatGPT, jo. Si është? O, Sebi, Fare. mos u mërzit se kemi kundër teje. E kemi me këta këllirat që bëjnë censurën. Ore, po të Shivi punonte Sebi, këshilltari Fridrik Mersi do e mbështesë absolutisht të lloj linja. Problemi është që nuk se kuptoj pse bëhesh kaq agresiv më burr. Më dëgjoj me qetësi. Do të them disa raste konkrete të censurës. Jepi. Ë? Ndaj të djathtëve që kanë ndodhur në Europë, vitet 2024-2025, Gjermani, AFD, maj 2025, pas klasifikimit si ekstremiste, DSA-ja lejoi fshirjen e 60% postimeve të AFD-s në X. Dhe Meta për dezinformimin. Marrim me radhë. Po dal ti them pastaj merrim me radhë. A ti lexoj unë apo tash? Po tani mos i fut gjithë në test tani. Po, vjen keq. Për çau klasifikoj ekstremiste. Më dëgjoj me qetësi. Ore, kush e klasifikoi ekstremiste dhe pse e klasifikoi? Ore, agresiviteti nuk e fshet vërtetën më burr. O, marsi tani po lej sofizma që bë. Jo, edhe ti, lere ta mbaroj tani. Nuk është etike dhe nga na jo. Se kanë mbaruar ato mesazhe. 60% postimeve të AFD-s në X dhe Meta për dezinformim mbi migracionin dhe rrezik për debatin publik. NewsGuard dhe Global Disinformation Index raportuan si trusted flaggers. E këtë parën, dyta në Francë, Marie Le Pen, qershor 2024. Video e Le Penit për ngarkesën migruese u fshi nga YouTube dhe u demontua në Meta sipas artikullit 34 DSA-s rrezik për zgjedhjet. Okej. Spanjë, Voxi, nëntor 2024, 40% e postimeve të Voxit u hoqën nga Facebook dhe Instagram për dezinformim mbi ligjet e migracionit. DSA-ja u përdor si bazë ligjore për trusted flagger spanjoll. 4. Itali, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, shkurt 2025, postimet kritike ndaj Green Deal u kufizuan algoritmikisht në TikTok dhe X pas vlerësimit të rrezikut DSA. Meloni akuzoi në atë kohë dhe Brukselin për censurë politike. 5. Hungari, Fidevsi, Viktor Urbanit, korrik 2025. I që dorë në ndërmërsit, se nuk t'i gjojë. U përdor për të bllokuar reklamat e Firdevsit në Meta gjatë referendumit mbi Ukrainën. E konsideroi këtë si dezinformim rus. Dhe mbarove me këtë? Sa Prit këtu, dëgjoj dhe mua tani dhe pastaj këti radhën. Okej. 12.000 të arrestuar në Angli në 2023 nga postimet online. 12.000 të arrestuar. Ja, fakti këto mund të futesh të shikosh. Po e di më se i thot Nigel Farage, dhe e di dhe kush e thot. Jo, po nuk e thot ai, nuk është ai e shpik vlla. Po e di më dakord, Prit. dhe për çajin. Po mos thuaj ti, mos relativizo kështu. Më e di. Po the thos Farazhi, çfarë thos Farazhi? Thoj të vërtet apo thoj të gënjeshtër? Jo, është Gënjeshtër. meshëm sa akuzon Është gënjeshtër. sofizma dhe bën sofizma. Është gënjeshtër. Nigel Farage është gënjeshtar. Pra, nuk janë 12.000 të arrestuar në Angli 2023 nga postimet online. Të ndaluar. Po me të ndaluar, të ndaluar. Rregull, dakor. Okej. Vazhdo. Duke gjë e vogël kjo ndalimi ti. Nga postimet në rrjetet sociale, prit. Jo, vazhdo. 3.500 veta në Gjermani. Okej. 1.500 veta në Kinë, okej, ikim në Kinë, s'ka problem. 500 veta në Turqi. Okej. Po më shumë, Anglia po bën namin, vlla. Që është në Europë. Dakor. Këto janë ca fakte për të thënë se çfarë po bëhet në Europë aktualisht, vlla. Tani jemi në këtë përballje, Sebastian. Politikisht mund të ma trajtosh të lutem? Sigurisht. Dhe në fund çfarë do të kuptoj? Europa e ka fuqinë, Evropi e ka fuqinë që t'i bëj ball fuqisë amerikane? Sigurisht që e ka. Dhe për ta mbyllur emisionin, se vajte ora 23:10 minuta. Jepi. Unë mendoj që askush nuk censuron askënd në Evropë. Po këto që lexova unë dhe Marsiti ç'a ishin? Apo jet poshtë në terra ti këto? Agregimi i disa fakteve, për t'i sjell në forma të ndryshme, sikur në Evropë është duke u bërë nami. Ajo që po ndodh në Evropë. No, ky mohon faktin apo. Po. Prandaj po mohove faktin s'ka debat. E këtë ai teknikën e burr, ai bën një lizë. Pranon atë që do të pranojë. Me qëllim të plak. Po ju mos po të bëj gjë me qëllim. Edhe akuzon për Ishte sofizëm. përgjigjëstuar Farazhi, vlla. Do ishte përgjigjëstuar. Atë ka dalë kryeministri anglez e thot me gojën e vet, vlla. Farazhi është personi i cili ka punësuar gjithë fisin në Parlamentin Evropian. Pra ky është Farazhi. E çfarë po thaj? Po pra, dhe thoshte nuk e kam punësuar fisin në Parlamentin Evropian. Jep të gjithë fisit nga një Është Delenxhi fare thotë. Jo, nuk po them është Delenxhi, unë po them që gënjen. Farazhi. Mendoj se gënjen. Janë gjitha mashtrime. Po pse nuk e përnjështrojmë, se ky Farazhi sot po të votojë në Angli, do ishte kryeministër, vlla. Statistikat varet gjithmonë se si i lexon. Për shembull, nuk mund të dalë. Ja të ndaluar të ti që parë, pra. Dakor, ai thotë arrestuar janë ndaluar. Ka një diferencë vogël, po thelbi nuk ndryshon. Jo, asi. Nga rrjetet sociale këta njerëz 12.000 veta janë ndaluar vetëm se kanë shkruar një opinion në rrjetet sociale. Nuk është thjesht opinion. Në Kinë, për shembull, aty u mor. Por çfarë do të jetë, janë fjalë, valla. Si mund ndalohesh për fjalë, mo? Ka një ma thua do vendim të gjykatës së lartë dhe Bashkuarat e Amerikës për fjalën e lirë, për lirinë e fjalës. Në Marsidi e di. Prandaj vjen çudi që bën sofizma kot për kur i di gjërat shumë mirë. Sofizma nuk po bën. Sofizma s'po bëj, unë jam Sofizma në shpi logjike. Esenca dhe funksioni. Kjo nuk Sofizmi ka. është metoda jote për të goditur parimin e mos kontradiktoritetit. Unë s'jam kontradiktor. Vjen keq. Zotri, kush censurohet në Itali të thotë ç'a mendon? Aja, i ke prapë. Këto shembuj që dhamë ne tani, Nuk vëlla. janë vërtet, pra po them.
Që nuk ka 12.000 të ndaluar? Jo, nuk. Që pa më the janë të ndaluar? Jo, nuk janë. Tani ti e pshim fare. Po pra nuk janë. Atëre, ta ftojmë publikun, vëlla? Po, jam dakord. Si mund të gjejmë të fakt? Agregoj ato të Zini e qikle dy ato që tabelën? dikush agregoj ato të dhëna dhe shef që dikush ka bërë thirrje për dhunë, dikush ka bërë thirrje për vrasje, dikush ka bërë thirrje për diçka tjetër, dhe të gjithë këto që janë pyetur. Dhe këta duhen ndaluar. Jo, të gjithë këto që janë ore nesër. Ore, Adriatik Lapa sot bën thirrje, hajde një të rëzoni Dirama, vëlla. Duhet ndaluar, Kjo është duhet futur burg. kjo është thirrje politike. Tani unë po të bëj. Po pse këta në Facebook çka kanë bërë këta? Tani jo një sekond. Çka kanë bërë në Facebook këta? këta? Ti ke thirrje për përmbysje të rendit kushtetues, do të trasi policia atë? Po pra, Tu Shqipëri të thret policia për thirrje për përmbysje të rendit kushtetues? Ç'më thon përmbysje rendit kushtetues? Përmbysje Ka rendit- bërë rifije për rendin Po, kushtetues. pra. Po ja pra ato 12.000 që janë ndaluar aty, për çfarë janë ndaluar? Ç'më thon thirrje për Thirrje për përmbysje të rendit kushtetues. si mund ata kanë shpërur një opinion që janë kundër kësaj qeverie, kundër kësaj politike. Po këtë për themën po nuk Për këtë janë ndaluar ata, ose Sebastian. Jo, pra nuk janë Po ndaluar. bëhet shumë për keq atë. Europa, valla. Nuk Beso janë janë. ndaluar për atë. Po bëhet situata shumë keq në Europë, unë dëgjoj francezët, valla. Po bëhet nami, po them. Dëgjoj Ariane dhe ti di që unë nuk Ky egzageroj. është mendimi i një pjese të së djathtës amerikane, e cila mendon se në Evropë është duke u bërë nami. Dhe Ne ky është këto- mendimi i të djavëve në Europë, cilët janë shumicë. Po, Janë shumicë në parlamentet e tyre, valla, pavarësisht se Evropianët Tani, bëjnë burr. zgjedhje, kjo është që quhet për thirrje demokratike. garojnë, E pam- zgjedhin këtë E duan. pam sa zgjedhje u bën në Rumani, valla. Ma. Që nuk e lanë atjetrin, Po. kupton, e hoqën si pler, për le tani. Pa, për këtë kemi Francezët fjalën, e- pa. Këta francezët e Macronës. Po se kjo është funksioni. Ka rëshkitur Europa, Fundëtarë. Sebastian. Ti ndoshta i referohesh një Europë tjetër se para 30 vjetëve. Evropa Europa po rëshket, dhe po e thon vetë analistë serioz të Francë, unë po dëgjoj francezët, dëgjoj gjermanët, me siguri ta gjithë do jetë, si analizë gjithandej, që po rëshket në një autokraci të paparë. Po rëshket në një autokraci të paparë. Pra, në pamjen e parë duket gjithçka demokratike, ka zgjedhje janë të këtej, por metodat dhe kamuflimet që përdorin, mënyrën se si përkapin sistemin, dhe prandaj unë them që kjo nuk është kaq e thjeshtë. Domethënë, po ta shohim me këtë sy të shohur që është shumë e rëndë situata. brenda Nuk them që Amerika është ëngjëlli dhe këta janë djalli. E di çfarë ndodh çane. Jemi dakord që janë dakord me ty. sepse në përmjet tyre- demokracia i nje edhe këto forma që janë si Le Peni apo AFD-ja. Thjesht ditët të them që me retorikën që përdorin, me njerëzit që i ndjek, Këta skanarët asnjë në pushtet, Sebastian. Nuk i ke provuar akoma, nuk mund i paragjykojmë. në qoftë se qytetarët e këtyre vende i votojnë dhe vinë në pushtet, është e drejtë e tyre të qeverisën si duan dhe nga cili person që të duan. Ajo që unë po mundohem të them është kjo lloj gjëje. Evropa sot, Mund ta fitoj betejën me amerikanët? amerikanët duan disa lëvizje sovraniste në Evropë, të cilat të pamundsojnë një federalizëm evropian. Evropa e bashkuar me 550 milion qytetar, konsumator dhe me një unitet politik është blok shumë i rëndësishëm tregtar përballë Amerikës dhe Kinës. Amerikanët dhe kinezët nuk duan që të kemë përballë një blok unitar. Ajo që unë shoh sot është e majta dhe e djathta, kudo në botë janë bashkuar vetëm për një gjë, kundër bashkimit evropian. E majta dhe e djathta, kudo në botë janë bashkuar të gjithë kundër bashkimit Kundër evropian. kësaj lloj beje. Kujdes, kundër kësaj lloj beje, nuk janë kundër bejes. Unë jam pro, Ja për dyshuar formulën. Janë për Bashkimin Evropian. Të gjithë dhe këta, Le Peni e këta, nuk thonë të dalin nga Është kundër beja. nga ata, jo. Nuk janë për Frexit, as Le Peni, as ata. Thonë të ndryshojnë formulën, ndryshojnë disa gjëra që sa më shumë që Evropa ndërton federalizëm të brendshëm, aq më shumë konkurenciale bëhet për me kombet. Po normal, pra, se këta duan Europën e kombeve. Është normale, pra, të ndryshojnë disa gjëra, të marri. Kush ta mohon sot që ti të kesh identitet kombëtar? Brenda Evropës je konfederat. Evropa sot ka nevojë për treg kapitalesh, sepse nuk lëviz Ka kapitale. dorëzuar sovraniteti gjithë të vëndin, ka dorëzuar shumë nga sovraniteti i tyre. Diti apo jo? Të gjithë dorëzojnë sovranitet. Koncepti i Jo, pra se në sovranitetit, Amerikë nuk është kështu. koncepti i Ky është problemi. Nuk dorëzuar sovranitetin. Prandaj janë më të fuqishëm ata. koncepti i sovranitetit Unë absolut. thash real politik, raport fuqie që Marsit. fillim. Koncepti i sovranitetit absolut Po. ka kohë që ka rënë. Evropa ka nevojë për një treg kapitalesh që kapitalit lëvizi më thjesht nga Gjermania në Francë, nga Franca në Itali. Evropa ka nevojë për një politikë të jashtme dhe ka nevojë për një trup ushtarake. Këto të treja, po të realizohen në 15 apo 20 vitet e ardhshme, Evropa është një blok shumë i fuqishëm që hyn në konkurrencë me Kinën dhe me SBA-t. Edhe Kina dhe SBA-ja e din dhe e shohin që mbas 20 vjetësh do e kenë konkurrent. Cila është më e mira, të gjejmë lëvizje sovraniste, të cilat janë kundër këtij federalizimi më të gjerë. Në qoftë se ke një treg kapitalesh dhe kapitali lëviz më lirisht dhe sheh librat edhe në Britani, edhe në Gjermani, edhe në Itali, është shumë më e thjeshtë që Evropa të ndërtojë start-upe, të ndërtojë shumë e më shumë një ekosistem ekonomik të vetin.
Evropa sot është shumë brapa përballë Kinës dhe SBA-s. Kina dhe SBA-ja kanë një treg kapitalesh, Kina dhe SBA-ja kanë një qendër politike, Kina dhe SBA-ja kanë në të njëjtën kohë dhe një qendër ushtarake. Dhe flasin me një gjuhë që kanë një politikë të jashtme. Sot, vendi më i rëndësishëm në botë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ka Eldridge Colby për shembull, është një nga autorët që po lexoja përpara disa kohësh, është zëvendës sekretar i mbrojtjes. Ai thot një gjë shumë të thjeshtë. Nuk duhet të lejojmë hegemon në kontinente të ndryshme. Që do të thotë pak a shumë, Evropa e sot me këtë gjendje që është konsumatore e teknologjisë amerikane. Evropa e nesërme më e federalizuar është konkurrente e teknologjisë. Përdesa nuk ka arritur atë fazë që të jetë konkurruese. Atëherë çfarë shohin? Se bën porta të tilla dhe i vëqet 40 milionë euro, 20 milionë dollar gjop. Ruan sovranitetin e saj. A ka bytharuaj është puna morove? Ka pra prandaj po. Ka thua ti? Sigurisht. Dakor. Kjo është debati. Është kontinenti. Ndërkohë që e mbrojnë avionët amerikanë apo jo? Po të plasë një luftë sot shumë amerikanë në synë, Europa është e mbaruar, ti e di apo jo? Se NATO janë amerikanë apo jo? Bi 50% NATO se ti nuk paguajnë atë 5% që ne famshëm që thot Trumpi. Nuk është kaq e. Ti nuk paguajnë as taksën. E famshëm që thot. A filluar tani po? Nuk është kaq e thjeshtë. Amerikanët janë me të vërtetë ata të cilët kanë në kontroll NATO. Amerikanët krijuan këtë Europë po. Amerikanët krijuan këtë Europë. Krijuan vetë evropianë. Deshën vetë ata dhe e krijuan, se kishin 1000 vjet që vriteshin me njëri tjetrin. Deshën vetë dhe e krijuan. Amerikanët dhanë një ndihmë shumë të madhe me fondet e ndryshme që sollën, dhanë ndihmë jashtëzakonisht shumë të madhe. Tani unë jam për një Evropë e cila bëhet më e fuqishme. Një Evropë e cila me lëvizje të tipit unë jam sovranist po vjedh popullin tim, dhe një Evropë e tipit që unë jam nacionalist dhe sa më shumë vjedh popullin tim, se Putini këtë thot, dhe sa më shumë ti afrohesh me atë lloj logjike, unë besoj që më shumë e rënon vendin tënd. Mendimi im gjithmonë. Sa më shumë që Evropa. Se këta që janë sot, elita që është sot, ç'a bëjnë ta? Unë jam globalist dhe vjedh popullin tim. Këta janë. Cili prej këtyre është ky globalisti ka që gjithë këta që janë sot ç'a janë? Ato janë për një Evropë më të fuqishme. Mund ta kenë shumë gabim. Qytetarët le t'i largojnë me votë. Por ajo që unë po mundoj... Po ikin janë rënë të lirë. I ka të drejtë, por vetëm që sondazhet janë gabuara, ka vetëm pëlqyeshmëria dhe në qoftë se secili prej këtyre ikën, kjo është çështje zgjedhje e çdo qytetari ne. Unë po them trendin, më burtën ne gazetar shumë trendin. Perceptimi kur ndërtohet, nuk ndërtohet me çfarë. Por ta mbyll tani, se mbarojmë se aktualisht që flasim. E ka këtë fuqi Europa. Perceptimi jam dakord, edhe në Shqipëria mas 100 viteve mund bëhet perandori në Europë. Po flasim sot. Në këto kushte në cilat jemi sot, ndërtohet gjykimi. As që e vejun në dyshim potencialin që ka Europa, për ato që thua ti. Ma në kushtet e perceptimit që jemi sot, e ka këtë fuqi? Unë them jo. Nuk e ka akoma pra, dhe këtura dakord Sebastiani, nuk e ka akoma. Kjo të përpjekja në 20 vjet e ardhshme. Dakord më? Përpjekja të zëdhën 20 vjet e ardhshme. Është bëgjos politik. Pra dhe po them pra. Se ndërkohë, vërtet rritesh 20 vjet e ardhshme, rriten dhe ata. Ne jemi pjesë e Evropës. Ne do shkojmë Bashkimin Evropian. Amerikanët din t'i zgjidhin shumë mirë hallë. Botës e Sebastian. Dhe ajo që ndodh në botë ka ndikim te ne, po. Një sekond tani, se jemi edhe pjesë e universit. Po, bravo. Po edhe ajo shefë. Logjika është ka dhe afrikanë si ky shoku jonë. Ne do shkojmë në Bashkimin. Ja erdhëm në dio. Logjika është që ndryshimet e balancave të fuqisë në Evropë kanë sjellë gjithmonë probleme në Ballkan. Ne e dim shumë mirë fuqinë amerikane dhe i kemi aleat dhe partner strategjik dhe e dim shumë mirë se çfarë është. Çështja është që ne do shkojmë në Bashkimin Evropian dhe duhet të shohim se çfarë ndodh aty. Këto logjikat e tjera me jemi pjesë e botës, apo jemi pjesë e universit, ndikimi universit të njeriu dhe njeriu ndikon të universi, nuk di të flas për këto gjëra. Por ti mendon që universi është Europa? Mbyllë Marsi, do mbyllesh më një gjë apo ta mbyllim? E thash pra. Atë që them mimi, dëgjoj, tha mos shënojnë gjithë re. Jo, ajo që unë dua të them për ta mbyllur është kjo. Problemi i këtyre iniciativave dhe këtyre censurimeve është sepse Europa çani ka një periudhë të gjatë që konstrukton realitetin si mas konstruktit lingvistik, pra ekziston ajo që ne shprehim, ajo është dhe në realitet. Dhe kjo është përthyrje e realitetit. Dhe akti sigurisë digjitale dhe gjithë këto metoda që përdoren për ta përthyer realitetin. Pra në moment që diçka nuk flitet, ajo s'ekziston. Bravo. Ndërkohë që realiteti është ndryshe dhe prandaj është prodhuar kjo elitë politike që është prodhuar, prandaj janë prodhuar fenomene politike si Macron, Merz, von der Leyen, që kanë atë 20% që ne famshëm legjitimiteti pushtetit politik. Ramsi këtu në Shqipëri. Prandaj është një gjë, është një zgjatim. Nuk është kaq e thjeshtë, si thot Sebi, që thjesht ndalohet pornografia. Është shumë herë më vështirë dhe komplikuar se kaq, se legjitimohet modeli i pakicës duke u legjitimuar si shumicë politike. Në mjet të inxhinierimit, se përpara inxhinierimit, këtu po do flasim. Falenderoj jashtëmase Sebin dhe Sebastian Zonjën dhe Marsit Gopin, zonja Zotrin. Ora është 23:21 minuta, sot është data 26
dhjetor 2025 dhe bashkëtakohemi të martën, datën 30, me kismet jemi mirë deri në atë kohë, kujdes, me gjithë to kancera e vinë vërdall, ruani vetën toksor, jemi në ditë e fundit të vitit 2025, 2026 pritet të jetë, 2025 ishte e vështirë, 2026 pritet të jetë e tmerrshme. E rëndë shumë, e rëndë, këta tha dhe Meloni para pak ditësh, nuk e dija e pa Tirana apo jo, pëlqeu shumë se marsit. Meloni i tha ky vit tha ishte i vështirë. Viti tjetër do jetë akoma dhe më i vështirë, ishte një perë. Megjithatë, unë tani do vë një personazh shumë interesant, që jo vazhdonat, po gjithmonë ka njerëz të rinj që s'e kanë parë asnjëherë. Ne për ata e vëmë në fakt, jo për ju që keni parë gjithmonë. Ju prapë kërkoni, edhe pse shifni çdo emision, po ka njerëz tjerë të rinj. Shikoni këtë dhe më thoni kujt personazhi, pra me kë lidhni ju këtë personazh këtu në Shqipëri, kur dëgjoni këto fjalë që thot ky. Sa më shumë e shikojnë, aq më shumë e besojnë. Ai më shumë E besojnë. patjetër s'diskutohet. Të shkon mendje direkte ai për është e pamundur. Vetëm se ky është me ngjyrë. Ky tani.